Big Brother Kosova. Kur fjala bëhet presion, limini, alba dhe frika nga perceptimi i shtëpisë, në shtëpinë e Big Brother Kosova, presioni nuk vjen gjithmonë me britma apo debate të hapura. Shpesh ai vjen më i heshtur, më i ftohtë, më i rrezikshëm, përmes kërkesave për heshtje, përmes frikës nga çfarë po thonë të tjerët dhe përmes tentativës për të kontrolluar narrativën. Një nga momentet më delikate të këtij sezoni ishte ai kur limini i bën presion Albës që të mos flas për të lartë e poshtë nëpër shtëpi, duke i shpjeguar se banorët tashmë e kanë inat dhe se po krijohet ideja sikur ai po ua merr vajzat të gjithëve. Mos fol për mua, fjalia që ndryshon tonin e marrëdhënies. Kur limini i thot Albës, mos fol për mua lartë e poshtë nëpër shtëpi, kjo nuk është thjesht një kërkesë. Është një vendosje kufiri e pabarabartë, ku njëri kërkon kontroll mbi mënyrën se si tjetri shprehet. Në Big Brother, ku komunikimi është mjeti kryesor i lojës, ti kërkosh dikujt të hesh për ty do të thotë të kontrollosh narrativën, të mbrosh imazhin tënd dhe indirekt të kufizosh lirinë e shprehjes së tjetrit. Frika nga shtëpia, banorët më kanë marrë inat, limini e justifikon kërkesën e tij me një argument të fortë emocional, banorët më kanë marrë inat, kjo fjali tregon shumë për gjendjen e tij psikologjike. Ai ndihet i vëzhguar, i gjykuar dhe i keq interpretuar. Në vend që të përballet drejt për drejt me banorët, ai zgjedh rrugën më të lehtë, t'i kërkoj Albës të mos flas, duke e bërë atë pa dashje pjesë të barës së tij emocionale. Mendojnë se do ua marr vajzat, paranoj apo realitet social. Një nga deklaratat më domethënëse të limit është frika se banorët mendojnë se ai do ua marr vajzat e shtëpisë. Kjo fjali është tregues i një perceptimi shumë të ndjeshëm për imazhin mashkullor brenda një ambienti konkurrues. Në Big Brother, afrimiteti interpretohet si strategji, bisedat keq interpretohen dhe çdo lëvizje bëhet objekt dyshimi. Limini ndihet i etiketuar dhe kjo e bën të reagojë në mënyrë mbrojtëse, por jo gjithmonë të drejtë. Kam punë vetëm me Elionën dhe Benitën, ndarja që krijon tension. Kur limini thotë, unë kam punë vetëm me Elionën dhe Benitën, të tjerave ua kam vënë vizën, ai përpiqet të sqarojë pozicionin e tij, por në të njëjtën kohë krijon hierarki, përjashton publikisht të tjerat dhe e vendos veten në qendër të vëmendjes. Kjo deklaratë nuk e qetëson situatën, përkundrazi, e përforcon idenë se ai është i përfshirë emocionalisht në mënyrë selektive, gjë që nxit edhe më shumë thashetheme dhe xhelozi. Alba, e vendosur mes ndjenjës dhe presionit. Alba gjendet në një pozitë shumë të vështirë. Nga njëra anë, ndjen nevojën të flasë, të shprehë emocionet e saj dhe të përpunojë atë që po ndodh. Nga ana tjetër, ajo përballet me presionin për të heshtur, për të mos e përmendur limin, për të mos e dëmtuar imazhin e tij. Ky është një konflikt i brendshëm që e lodh emocionalisht. Nëse flet, rrezikon përplasjen, nëse hesht, e mohon veten. Presioni verbal, një formë e padukshme kontrolli. Psikologjikisht, kërkesa mos fol për mua është formë e kontrollit verbal, edhe kur nuk shoqërohet me agresion. Ajo e vendos përgjegjësinë mbi tjetrin, krijon frikë nga pasojat dhe e bën tjetrin të mendojë dy herë para se të shprehet. Në një reality show, kjo lloj dinamike është veçanërisht e fortë, sepse gjithçka ndodh para kamerave, reagimi i shtëpisë, tensioni i padukshëm. Edhe pse kjo bisedë ndodh në mënyrë më private, energjia e saj ndihet në shtëpi. Banorët e ndjejnë distancimin e Albës, vërejnë nervozizmin e limit dhe fillojnë të spekulojnë. Në Big Brother, edhe ajo që nuk thuhet, flitet. Publiku, empati dhe shqetësim. Jashtë shtëpisë, publiku e sheh këtë situatë me sy kritik. Shumë shikues ndjejnë empati për Albën, vërejnë pasigurinë e limit dhe shqetësohen për balancën e pushtetit mes tyre. Debati nuk është më kush ka të drejtë, por a është e drejtë ti kërkosh dikujt të hesh për të mbrojtur imazhin tënd? Një pikë kthese për marrëdhënien. Pas kësaj bisede, Alba bëhet më e përmbajtur, limini më i kujdesshëm, por edhe më nervoz. Dhe marrëdhënia e tyre hyn në një fazë të ftohtë. Ky është momenti kur afërsia fillon të zëvendësohet nga kujdesi dhe frika nga fjala. Përfundim, presioni që limini i bën Albës për të mos folur për të nuk është një skenë dramatike me britma, por është pikërisht ajo që e bën të rëndë. Është e heshtur, e vazhdueshme dhe e lodhshme emocionalisht. Në Big Brother Kosova, jo gjithmonë fiton ai që flet më fort. Ndonjëherë, loja më e rrezikshme është ajo që luhet me heshtjen e tjetrit.